Qeveria ka miratuar kriteret e reja të skemës kombëtare të subvencioneve në bujqësi për vitin 2025, çka I hap rrugën nisjes së aplikimeve nga ana e fermerëve. Sipas drejtorisë së bujqësisë Kukës, aplikimet tek AZBR për vitin 2024 kanë qenë gjithsej 860 fermerë. I njëjti numër mund të jetë edhe për skemën e subvencioneve në bujqësi për vitin 2025. Nga këto për naftë kanë aplikuar 110 fermerë, ndërsa të tjerët për blegtori. Të gjithë fermerët aplikues të vitit 2024 janë financuar. Referuar të dhënave zyrtare nga Shërbimi Veterinar në Kukës në shkallë qarku, aktualisht janë 20.000 krerë të trasha dhe 45.000 krerë të imta. Nga 45.000 krerë të imta, 30.000 janë dele dhe 15.000 krerë dhi. Në qarkun e Kukësit janë të regjistruar me NIP 860 fermerë që merren me blegtori dhe bujqësi. Kujtojmë se qeveria përmes skemës kombëtare në bujqësi adreson subvencione të drejtpërdrejta për fermerët dhe blegtorët, duke I mbështetur ata në uljen e kostove dhe nxitjen e potencialit të prodhimit bujqësor vendas që është mjaft I kërkuar nga tregu vendas dhe për eksport. Kriteret për përfitimin nga skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi 2025 janë botuar në fletoren zyrtare ku edhe është përcaktuar vlera e saktë që do të përfitojnë aplikantët fitues sipas kulturës që mbjellin krahas financimit për naftën që përdorin për punime të mekanizuar në bujqësi.